Është publikuar në fletoren zyrtare vendimi i Bankës së Shqipërisë për të kufizuar kredin për qytetarët për blerje banese. Në vendimin e Bankës Qendrore thuhet se asnjë bank nuk do t'jap kredi për qytetarët që duan të blejnë shtëpinë e parë më shumë se 85% të vlerës së saj, ndërsa ata që kërkojnë kredi për të blerë një shtëpi të dytë, vlera e kredisë që do të duhet të marrin kur është në monedhën lek do të jetë 80% e vlerës së pronës. Por uan e marrë në lek, kësti i kredisë nuk duhet të jetë më shumë se 40% e vlerës së të ardhrave që ka qytetari. Pra nëse të ardhurat mujore janë mbi 100.000 lek në muaj, kësti nuk duhet të jetë më i lartë se 40.000 lek. Ndërsa kur kredia kërkohet në valutë për shtëpinë e parë, vlera e UAS do të jetë deri në 75% dhe ulet në 70% për pronën e dytë. Sa i takon këstit mujor, ai duhet të jetë deri në 35% të vlerës së të ardhrave. Afati maksimar për shlyerjen e kredisë do të jetë deri në 30 vjet ose të caktohet një afat tjetër nga banka, duke marrë në konsiderat moshën e kredimarrësit, me qëllim që të mos ketë kredi për të shlyer në moshën e pensionit. Ky vendim i Bankës së Shqipërisë është marrë për të mbrojtur bankat nga një përkeqësim i aftësisë paguese të kredimarrësve në kushtet ku rritja e çmimeve të pronave nuk ka të ndalur.